Jetëgjatësia mesatare në shumë vende të botës do të rritet në mënyrë drastike brenda një dekade, duke arritur në 90 vite, parashikon një studim. Gratë në Korenë e Jugut parashikohet të arrijnë moshën 91 vjeç me një rritje të ndjeshme deri në vitin 2030, kryesisht për shkak të investimeve në kujdesin e tyre shëndetësor. Ky shtet udhëheq gjithashtu listën për moshën më të lartë të burrave që pritet të shkojnë në 84 vjeç, 7 vite më pak se gratë. Studimi i udhëhequr nga shkencëtarët e Kolegjit Imperial në Londër në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, analizoi të dhënat afatgjata mbi tendencat e vdekshmërisë dhe të jetëgjatësisë. Me këto të dhëna parashikuan se si jetëgjatësia do të ndryshojë në 35 vendet e industrializuara deri në vitin 2030. Studimi tregon se njerëzit do të thyejnë barriera duke jetuar më gjatë se 90 vite. Shtetet e Bashkuara do të kenë një nga normat më të ulta të jetëgjatësisë në botën perëndimore. Norma e jetesës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vend me të ardhurat të larta, do të jetë 80 për meshkujt dhe 83 për femrat. Francezët me një mesatare prej 89 dhe zvicerianët deri në 84 vite. Në fund të listës u renditën Maqedonia për jetëgjatësitë e gratë deri në rreth 78 vite dhe Serbia për meshkujt me rreth 73 vite. Ekspertët besojnë se jetëgjatësia do të rritet edhe më shumë e njerëzit do të mbijetojnë deri në të 120-tat.